parë jetën tonë me fëmijët e tuaj, me burrin tonë, kishe ecë përpara i motër. Isha dakord me këtë lidhje dhe deri shumë mirë. Jo, unë s'dëgjoj. Nuk dëgjoj. Jo, mua mos më ngatro. Më vjen shumë keq. Me mua nuk e fol për këtë gjë. Ai majti dash muaj, ma kupton. As burin ti se majti dash as ju, as bëjë të vetë majti dash muaj. Dhe mora motën tonë ta bjar. Sepse më doja, këtë shumë ishte. Jo, mua mos më ngatro me këtë listë që ti nuk doje. Se po mos doje ti kishe pezulluar vllajën tonë në vend. Elida s'ka dasht apo s'ka dasht? Po ka qenë, njoftimi ka qenë ndaj teje, se goca ka ardhur te shtëpia jote, aty është njoftuar me çun. Ka ardhur tek shtëpia e Elidës dhe Ismailit, apo ka vajt tek shtëpia e prindërve të Elidës, ku zoti i shtëpisë ose i pari pas kur familjarit i pitjet jetë mirë apo jo? Jo, mos u ngatro, këtu mos u ngatro. Më dëgjoj me mendje. Më dëgjoj me vëmendje vëlla. Bashkë bisedime kemi. Kontrollon Elida apo kontrollon secili vetën e tij? Ku e ke merakun për t'ia sqaruar Elidës? Meraku është Elida me sqaruar Elidës, dohet sikur po mos kishte gisht Elida me këtë mes, do ta kishte ndalu vllajën, o vllaje. Edhe ti kishte vajtë të shtëpia, ç'a bën ti? Ti po më shkatroj jetën mua, me kriju jetën tonë? Aja ke thënë jetë mirë këtë? S'kam patur asnjë lloj fjalim me jetë mirën, as kam komunikuar, as kisha përse se nuk më ka pyetur mua. Ma lutem, Elida po thotë që i ka thënë vllajt të çekën të jetë mirë. Ka qenë fort se jemi një po një misi edhe ishim. Atëherë është jetë mirë aty që ti të gjon të fjalë? Në momentin se po mban do të ndrojmë vendet, do t'i ke Elida mbaj fëmin e vogël dhe të vi jetë mirë. Se po më qanë çuni. Ke gjë me mua apo? Atëherë kam edhe dy fjalë të tjera. Po doja që ti ishte edhe jetë mirë, do të ishit të dy aty për zemër.